Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30. Sure El-E'ala, ajetet nga 14 deri te ajeti 19. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. I shpëtuar është ai që pastrohet, që e përmend emrin e Zotit të vetë dhe që fal namaz, por ju përkundrazi, më shumë, po e parapëlqeni jetën e kësaj bote, ndonë se jeta tjetër është më e mirë dhe amshuar. Kjo me të vërtet ndodhet në fletët e lashta, në fletët e Ibrahimit dhe Musait. Komentimi. Programet që kanë ardhur në të gjitha librat qiellor. Në ajetet e para u fol për dënimin e vështirë të jo besimtarëve kokëfortë dhe të armiqve të së vërtetës, ndërsa në këto ajete do të diskutojmë për shpëtimin e besimtarëve. Ajeti 14 thotë se ai që pastrohet do të jetë i shpëtuar është ai që pastrohet. Jo vetëm kaq, por që përkujton emrin e Allahut e pas përkujtimit të emrit të Allahut fal namaz, që e përmend emrin e Zotit të vetë dhe që fal namaz. Sipas këtij rendi, vepra e mirë, pastërtia dhe shpëtimi vinë në fillim e më pas vjen namazi. Pra së pari duhet të pastrohemi, të përmendim emrin e Allahut e më pas të falim namazin. Ndërsa përsa i përket qëllimit të pastrimit ka pasur mendime të ndryshme nga komentuesit, së pari është thënë se me fjalën pastërti nënkupton pastrimin e shpirtit nga shirku, pra i vendosin shok Allahut. Një tjetër mendim është se fjala pastërti ka për qëllim kryerjen e punëve të mira dhe pastërtinë e zemrës nga të ligat dhe nga morali i keq. Në mënyrë simetrik, ajetet që renditen si shpëtim në Kuranin e shenjtë, si për shembull ajeti që është në fillim të sures El Mu'minun, shpëtimin e rendit në grupin e punëmirëve, po ashtu sipas simetrisë së ajetit 9 të sures Esh-Shams, pas citimit të çështjes së devotshmërisë dhe imoralitetit, thotë se i shpëtuar është ai që shpirtin e tij e ka pastruar nga imoraliteti dhe punët e këqija e i ka hapur krahët bukurisë së devotshmërisë. Vërtet kushdo që e pastron shpirtin do të shpëtojë. Një tjetër mendim është se me fjalën pastërti ka për qëllim zekatin e fitrit, që ka të bëjë me ditën e Fitr Bajramit, që në fillim duhet të jepet zekati i Fitr Bajramit e më pas të falet namazi i Bajramit, ndërsa ky kuptim është transmetuar në disa transmetime nga Imam Sadiku paqja e Zotit qoftë mbi të. I njëjti kuptim është cituar edhe në burimet e Ehli Sunnetit nga Emirul Mu'minin Ali ibn Abu Talibi paqja e Zotit qoftë mbi të. Në këtë rast lind pyetja: si ka mundësi që surja El-E'ala është sure mekase dhe në Mekë nuk ishte caktuar as zekati Fitr Bajramit, as agjërimi dhe as nuk ishte organizuar programi i faljes së Fitr Bajramit. Disa janë përgjigjur se nuk ka asnjë pengesë për këtë çështje, sepse fillimi i kësaj sureje është shpallur në Mekë dhe fundi i saj është në Medinë. Komentimi më sipër tregon me qartësi të vërtetën dhe përshkrimi i ajetit është i qartë për njeriu. Disa komentues të Kuranit janë të mendimit se fjala teskije në këtë rast ka kuptimin e dhënies së sadakas së mallit, por e rëndësishme është se fjala teskije ka kuptim të gjerë, ku përfshin pastërtinë e shpirtit nga shirku, pastërtinë e moralit nga veset, pastërtinë e veprave nga gjërat e ndaluara dhe nga çfarëdo lloj hipokrizie, pastërtinë e mallit, të shpirtit, duke dhënë zekatin në rrugt të Allahut, sepse sipas ajetit 103 të sures Et-Teube, dhënia e zekatit është shkak për të pastruar shpirtin. Merr nga pasuria e tyre lëmosh me të cilën ti pastrosh ata dhe tu arrisësh veprat e mira, lutu për ta, sepse lutja jote është vërtet qetësim për ata, Allahu dëgjon dhe di gjithçka. Prandaj është e mundur që të gjithë komentimet të jenë përmbledhur në një kuptim. Është për të theksuar fakti se në ajetin e mësipërm së pari është folur për pastërtinë, më pas është folur për adhurimin e Allahut dhe në fund për faljen e namazit. Sipas mendimit të disa komentuesve, nivelet e veprave të detyruara janë 3. Së pari ai duhet të pastrojë zemrën nga besimi i ndyr, më pas në zemrën e tij duhet të jetë e pranishme dija e Allahut, cilësitë dhe emrat e tij, së treti vënia në punë aftësive për të shërbyer. Ajetet e lartë përmendura në 3 fjali të shkurtra cituan këto 3 nivele. Është për të vënë në re se namazi numërohet si tek dhe detyrim për adhurimin e Allahut, e kjo për shkak se për sa kohë nuk e kujtojmë krijuesin, nuk do të kujtojmë
të falim namazin. Namazi është i vlefshëm kur falet së bashku me përkujtimin e Allahut. Disa, adhurimin e Allahut e kanë komentuar vetëm me përmendjen e shprehjeve Allahu Ekber dhe Bismillahirrahmanirrahim, të cilat citohen në fillim të faljes së namazit, që në të vërtetë janë shpjeguese. Më tej flitet për veprat e devijuara nga programi i shpëtimit, por ju përkundrazi më shumë po e parapëlqeni jetën e kësaj bote, ndonë se jeta tjetër është më e mirë dhe e amshuar. Këto ajete tregojnë atë çka është transmetuar në hadithin dashuria për këtë botë është burimi i çdo gjunahu. Ndërkohë që asnjë mendje racionale nuk lejon që njeriu të ndrojë apo të shes jetën e tij të përhershme me atë kalimtare, sepse jeta kalimtare ka kënaqësi që përfundojnë, janë të shkurtra e të mbushura me lloje të ndryshme dhimbjesh e mundimesh, ndërkohë që jeta e përhershme nuk i ka këto vështirësi dhe mundime. Në përfundim të surës thuhet se këto rregulla dhe urdhra që u than nuk janë të përfshira vetëm në këtë libër qiellor, por janë thënë edhe më parë në fletushkat e në librat e profetëve të mëparshëm. Kjo me të vërtetë ndodhet në fletët e lashta, në fletët e Ibrahimit dhe Musait. Disa komentues janë të mendimit se flitet për urdhrat që janë dhënë kohët e fundit në fushën e pastërtisë shpirtërore, namazit, si dhe të pasurit parsor ahiretin dhe jo jetën e kësaj bote. Këto janë mësime, urdhra dhe rregulla që janë përcjell për njerëzimin nga të gjithë profetët, paqja e Zotit qoftë mbi ta, në librat e tyre qiellor. Disa komentues të tjerë janë të mendimit se flitet për të gjithë surën dhe jo për disa ajete, sepse gjithçka nis nga njëshmëria e Allahut, vazhdon me profetët dhe përfundon duke i vënë në veprim programet e Allahut. Sido që të jetë, ky interpretim tregon se kjo sure ka një përmbajtje shumë të rëndësishme, ku në ajetet e fundit flitet për parimet më kryesore të botës së kulteve, si dhe mësimet që na ofrojnë të gjithë profetët. Kjo tregon madhështinë dhe rëndësinë e mësimeve që mbart në vetvete kjo sure. Fjala suhuf është shumë si fjala sahife, që në këtë rast ka kuptimin e fletës që shkruhet mbi të. Ajetet e mësipërme tregojnë se profeti Ibrahim, paqja e Zotit qoftë mbi të, dhe profeti Musa, paqja e Zotit qoftë mbi të, kanë pasur libra qiellor. Në një transmetim të Budherrit lexojmë, e pyeta profetin e nderuar se sa vet kanë qenë enbija. 124.000 persona, tha ai. Po të dërguar, sa vet kanë qenë? E pyeta. 313 dhe të tjerët kanë qenë nebi, mu përgjigj. Ademi ishte nebi? E pyeta sërish. Po, Allahu foli me të dhe e krijoi atë me dorën e tij, tha. Më pas profeti nderuar shtoi: O e Budher, 4 vet prej enbijave ishin arab: Hudi, Salihi, Shuaibi dhe profeti yt. O i dërguari i Allahut, sa libra ka zbritur Allahu? I thash: 104 libra, 10 libra për Ademin, 50 libra për Shitin, 30 libra për Idrizin, ky është i pari person që ka shkruar me laps, për Ibrahimin 10 libra, ka dërguar Teuratin për Musain, Zeburin për Daudin, Injilin për Isain dhe Furkanin, pra Kuranin, për profetin e Islamit, tha profeti i nderuar. Fjala e Suhuful Ula përfshin librat e Ibrahimit dhe Musait, fletët e fundit që ju shpallën profetit Isa dhe profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Hulumtim. Sigurisht që shqyrtimi i hadithit për personat besimtar, përsa i përket për llogaritjes kuranore që është cituar në ajetet e mësipërme dhe që krahason jetën e kësaj bote me atë të botës së përtejme që thotë se ahireti është më i mirë dhe më i qëndrueshëm, është shumë i qartë. Megjithatë, si mundet një njeri besimtar ta ndyjë veten e tij në mëkate dhe të lërë pasdore dijen e tij? Përgjigjja e kësaj pyetjeje është një fjali: mbizotrimi i epsheve në qenien e njeriut. Burimi i mbizotrimit të epsheve është dashuria për këtë botë. Dashuria për këtë botë përfshin dashurinë për materializmin, pozitën, epshin fizik, superioritet, për parsinë, zhvillimin e trupit, hakmarrjen e të tjera si këto. Ndonjëherë në shpirtin e njeriut zhvillohet një tufan që i fluturon tutje të gjitha ato çka di ai. Ndonjëherë edhe perceptimi e largon atë nga vetja dhe si përfundim del më parsore jeta e kësaj bote se sa jeta e përhershme e ahiretit. Transmetimet islame gjithnjë e kanë konsideruar si burim të mëkatit dashurinë për këtë botë, e cila është një e vërtetë e prekshme që është hasur dhe shprovuar në jetët tona. Prandaj për të prerë rënjën e mëkatit nuk ka tjetër rrugë përveç se të largojmë nga zemra dashurinë për këtë botë. Këtë botë duhet ta konsiderojmë si mjet kalimtar, si ur apo si vresht. Është e pamundur që të dashuruarit me këtë botë mund të zgjedhin kënaqësinë e Zotit nëse gjenden në mes dy rrugësh, pra nëse u thua kë keni parsore, pasurinë dhe kënaqësitë e kësaj bote apo kënaqësinë e Zotit, ata nuk do të mund ta vendosin si parsore të dytën. Nëse shikojmë me kujdes dosjet e krimeve, do të kuptojmë më së miri të vërtetën e asaj sa u tha më sipër.
Këtë gjë e vërejmë edhe në grindjet dhe vrasjen midis vëllezërish, shokëve, fqinjëve dhe vendeve e të tjerë. Tek të gjithë, shkak është dashuria për këtë botë. Por si mund ta largojmë ne nga zemra dashurinë për këtë botë, duke qenë se të gjithë ne jemi bij të kësaj bote dhe dashuria e fëmijës për nënën është një gjë e natyrshme. Këtu lind nevoja për të ushtruar mendjen, kulturën e besimit e më pas edukimin e shpirtit e të egos ton. Ndër çështjet që mund të na japin ndihmesën më të madhe në këtë rrugë është shqyrtimi i përfundimit të punëve që kryejnë adhuruesit e kësaj bote. Faraonët çfarë fundi patën, pavarësisht pushtetit dhe mundësive materiale që kishin. Karuni me gjithë thesaret e tij dhe me të gjitha ato çelësa e burrat fuqishëm që mbante me vete, çfarë mori me vete? Gjithashtu fuqitë e mëdha që ne i shikojmë me sytë tanë në ditët e sotme, jeta e tyre përdhoset me një zyrë dhe me rrotullimin apo me xhiron e natës e të ditës. Ata zbresin nga karrigja e pushtetit, kështjellat dhe pasuritë e tyre kalohen te të tjerët ose zhduken nën dhe. Të gjitha këto janë mësim për ne. Këtë fjalim do ta përfundojmë me një hadith të Imam Ali ibn Husejnit, paqja e Zotit qoftë mbi të. Kur e pyetën Imam Ali ibn Husejnin, paqja e Zotit qoftë mbi të, se cila është vepra më e mirë te Zoti, ai tha: "Nuk ka vepër më të mirë pas njohjes së Allahut dhe profetit të tij se sa armiqësia me këtë botë." Më pas vazhdoi ka pikë pyetje të shumta përsa i përket dashurisë së kësaj bote, po ashtu edhe mëkati ka shumë deg, sepse e para gjë që çoi në mëkat ishte mendjemadhësia e iblisit, ai u bë qafir për këtë shkak. Tjetër burimi i mëkatit është smira, ajo bëri që profeti Adem dhe Havaja të largohen nga xheneti. Në atë kohë Allahu i madhëruar e urdhëroi Ademin dhe Havan të hanë çdo gjë të xhenetit përveç një peme. Nëse i afroheshin do të konsideroheshin punë këqinj. Ata vajtën pranë një gjëje për cilën nuk kishin nevojë të shkonin. Kjo gjë bëri që fëmijët e tyre ta vuajnë dënimin deri në ditën e Kiametit. Ky është një mësim për ata që racionalizojnë, sepse normalisht njeriu kërkon gjëra për të cilat nuk ka nevojë. Përgjithsisht nevoja nuk është shkak apo piknisje mëkatit, por ajo që bëhet shkak apo piknisje mëkatit janë dëshirat dhe çështjet që i bashkangjiten dëshirave. Më pas ishte smira, ajo që u bë shkak i mëkatit te fëmijët e Ademit të Havas. Djali i tij u bë xhelos për vllan dhe e vrau atë. Gjithashtu ka plot deg të tjera të xhelozisë, si kënaqësia për gratë, kënaqësia për dynjan, kënaqësia për të udhëhequr, kënaqësia për rehati, kënaqësia për të folur, kënaqësia për të qenë më i miri, kënaqësia për pasuri e të tjerë. Këto janë 7 cilësi që janë të përfshira tek kënaqësitë e kësaj bote, ndaj edhe profetët, edhe dietarët, pasi u njohën me këtë të vërtetë thanë dashuria për këtë botë është shkaku dhe kreu i gjithë ligësive. O Allah, largoje nga zemrat tona kënaqësinë e kësaj bote, sepse ajo është rrënja e mëkatit. O Allah, na udhëzo dhe na mbaj dorën në këtë rrugë plot me kthesa, na udhëzo drejt përsosmërisë dhe na dërgo drejt rrugës së udhëzimit. O Allah, ti je në dijenitë të së dukshmes dhe të së fshehtës, na i fal mëkatet tona me mëshirën tënde. Amin, ya Rabbal Alamin.